Selam aleikum hoxh, a lejohet thot të marrim mobilje, po parat të ja japim çdo muaj nga një shumë. Aleikum selam, lejohet kjo gjë nëse në të nuk ka kamat. Edhe nëse të ka rrit çmimin ama kamat s'ka. Për shembull, të ka thonë nëse i blen me parë në dorë bën 1000 euro. Nëse don me prit çdo muaj ka 100 euro, atëherë kemi pagu 1200 euro ose 1100 euro se ti po mi blokon parët mu. Unë me që do 1000 euro tua, mu me bo biznes, me fitu 200. Ty për me ta letu, edhe unë mësë më upë kur gja, mi pagun 1100 ose 1200, varet sa me rëgjvesh. Edhe me qkaq, thu po, edhe i pagun pak nga pak, s'ka problem. Por kur bëhet haram, nëse të thot shitsi, unë t'i shes ty 1200 euro, plus, thot, nëse ti me vonon mu një muj, ose 2, ose ku e disa, ty ka me të shtu 3% kamata. Në këtë rast, po e në nëshkrove, kjo hinë kamat. Edhe nëse je i sigur që i pagun pa problem, prap je në kamat. Edhe në haram.